Jam shumë, thot, e sëmur, kam bë 10 operacione. Vuaj shumë nga familja e burrit, thot, më thuen do vuajsh e në shumë. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Elus Zotin e gjatësisë që sëmundjet që ke kaluar të kenë qenë pastrim për ty dhe ngritje gradash tek Allahu i lartësuar në botën tjetër. Të këshilloj me bë durim, sepse Zoti i gjatësisë premton në Kur'an për durimtarët shpërblim të madh. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarët do ta marrin shpërblimin e tyre pa hesab. Çështja e besimtarit është gjithmonë mirësi. Duhet ta dish këtë gjë dhe të jesh e bindur për këtë gjë. Nëse të ndodh një fatkeqësi, bën durim dhe shpërblehesh për durimin. E përsa i përket të ardhmes, askush nuk e di përveç Allahut të lartësuar. Unë të këshilloj që të kesh besim të madh tek Zoti i gjatësisë, të shpresosh shumë tek Allahu i lartësuar, se Zoti i gjatësisë e ka në dorë të ardhmen. Nuk e kanë as familja e bashkëshortit tënd dhe as kush tjetër. Kështu që unë të këshilloj me bë durim, anën mjekësore mos me neglizhu, me lut Allahun e lartësuar se ajo është shëruesi, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Ki shpresë tek Allahu i lartësuar, të këshilloj me fal namaz, me bë vepra të mira, dhe namaz aty shprehi Allahut të lartësuar brengat, hallet, vështirësitë, pra që ke se Zoti i gjatësisë është ai që i përgjigjet lutjeve. Ud'uni astajib lakum, lutmoni mua të përgjigjem ju, thot Allahu i lartësuar. Kështu që lidhu fort me Zotin e gjatësisë, se Allahu i lartësuar ka për të ta rregullu me lejen e tij, ka për të ta rregullu çështjet e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Allahu ta lehtësoj çdo gjë. Amin.